Ju përshëndes nga lajmet në Top Channel ku do të ndiqni. Sali Berisha u rikonfirmua në krye të Partisë Demokratike me 95% të votave. Demokratët votuan në një proces që u kthye nga zgjedhje në referendum për liderin historik të PD-s. Ndonse me një tkurrje në numër, Berisha tha se demokratët që ka në krah janë të mjaftueshëm në betejën kundër Ramës. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje me Iranin që përfshinte hapjen e ngushticës së Ormuzit. Trump tha se detajet e dakordësisë mes palëve do të shpallen së shpejti. Më herët edhe Teherani pranoi se ka përparim. Egnatia triumfoi ndaj Vllaznisë duke hedhur një hap vendimtar drejt titullit kampion në Abisnet Superiore. Besuarit e Neville Dedës arritën të sigurojnë 3 pikë etike, duke mbyllur sfidën e dytë të Final Four me fitoren 2-1. Sali Berisha u rikonfirmua në krye të Partisë Demokratike me 95% të votave. Demokratët votuan në një proces që u kthye nga zgjedhje në referendum për liderin historik të PD-s. Ndonse me një tkurrje në numër, Berisha tha se demokratët që ka në krah janë të mjaftueshëm në betejën kundër Ramës. Elda Menga ndoqi gjithë procesin zgjedhor në PD. Sali Berisha rinovoi kontratën me demokratët me 95% të votave. 51.737 antarë të Partisë Demokratike u ftuan të marrin pjesë në referendum, por mbi 12.000 demokrate braktisën liderin historik, duke mos dalë në votime. Entuziast që te kaloi veten, Sali Berisha ka mbajtur shënim vetëm demokratët që nuk e përkrahën me vot. Vota e tyre ndryshe, apo kundër abstenim qoftë, do mbahet shënim në kuptimin e asaj që do bëj gjithçka për të dhënë përgjigje në të mirë atyre hezitimeve apo vërejtjeve për të cilat ata votuan kundër ose abstenuan. Jemi një familje e mbrojtur në palës të qelisë me diversitetin, me standardin demokratik. Të dhënat e referendumit treguan se Berisha do të drejtojë për një mandat të ri një parti më të rrudhur numerikisht. Para 4 vitesh fitonte me mbi 90% të antarësisë dhe përballë kishte Ibsen Elezin, ndërsa 4 vite më vonë rezultoi të kishte 28% të antarësisë kundër, pa pasur asnjë përballë. Në votime i dolën vetëm 39.000 demokrat nga 51.000 antarë që u ftuan ta votbesonin. Pro liderit historik votuan 37.341 demokrat, 1.055 votuan kundër, ndërsa 506 abstenuan. Por për Sali Berishën, demokratët që ka për krah janë të mjaftueshëm në betejën përballë Edi Ramës. Si votuam të lirë sot, do votojnë shqiptarët nesër. Ky është betimi. Ndaj dhe Edi Rama, di e mirë se për këtë ushtri 40 mishe, ti ke zero legjimitet, se ti kudo që shkosh, edhe në hënë dhe prapa diellit, shko një hajdut i shpërftyruar. Ndaj dhe do trajtohesh si i tillë deri ditën e largimit tënd nga pushteti. Kritikët e Berishës e konsideruan procesin fars dhe paralajmëruan betejë ligjore, por Berisha nuk ka në plan të bëjë hapa pas. Të shtunën e ardhshme mbledh kuvendin e PD-s për t'i hapur rrugë zgjedhjes së kupolës drejtuese. Parashikohen ndryshime në statut, por Neni Basha do të qëndrojë njëjtë si primaret. Ky është Top Channel. Kreu i SPAK-ut, Klodian Braho, tha se duhen hetime proaktive dhe financiare për krimin organizuar. Nga Palermo, ku mori pjesë në takimin ndërkombëtar për luftën ndaj krimit, Braho tha se hetimi duhet përfshirë në të gjithë zinxhirin kriminal. Kreu i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Klodian Braho ishte pjesë e takimit ndërkombëtar për luftën kundër krimit organizuar transnacional që u zhvillua në Palermo të Italisë më 22 dhe 23 maj. Në fjalën e tij, Braho nënvizoi qasjen e prokurorisë së posaçme përballë sfidave që paraqet sot krimi organizuar transnacional. Kreu i SPAK theksoi rëndësinë e një qasje hetimore që synon të kuptojë të gjithë zinxhirin e veprimtarisë kriminale.
nga burimi dhe organizimi i aktivitetit kriminal tek lidhjet ndërkombëtare, mekanizmat financiar, pastrimi i produkteve të veprës penale dhe destinacionet përfundimtare të përfitimit të paligjshëm. SPAK vlerëson se përballja me krimin organizuar transnacional kërkon hetime proaktive dhe financiare, shkëmbim të shpejtë informacioni dhe bashkëpunim të qëndrueshëm me autoritetet homologe ndërkombëtare. Vëmendje e veçantë ju kushtua mënyrës së trajtimit publik të fenomenit të krimit organizuar, duke theksuar nevojën për shmangjen e përgjegjësimeve mbi bazë kombësie, gjuhe apo përkatësie shoqërore. U nënvizua se lufta kundër krimit organizuar duhet të fokusohet tek individët, strukturat dhe rrjetet konkrete kriminale, mbështetur mbi provat, analizat profesionale dhe tek bashkëpunimet mes autoriteteve ligjzbatuese. Në takimin në Palermo në përkujtim të Giovanni Falcones dhe Paolo Borsellino's, morën pjesë drejtues dhe përfaqësues të prokurorive dhe institucioneve të drejtësisë nga vendet e Europës, Ballkanit Perëndimor dhe Amerikës Latine. Një aksion në burgun e Fierit zbuloi sasi të mëdha alkooli, celular dhe drogë në qelitë e disa të dënuarve. Sendet e paligjshme ishin futur brenda qelive nga persona të lidhur me 2 të dënuar, njëri prej tyre i dënuar për vrasje. Në hetim u vu drejtori i burgut dhe disa bartës. Një aksion i gjerë zhvillua të shtunën në burgun e Fierit, ku zbulua një sasi e konsiderueshme pijesh alkolike, disa telefona celular dhe lëndë narkotike. Kontrollet u kryen nga Agjencia e Mbikëqyrjes në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale dhe drejtorisë të përgjithshme të burgjeve, ku lënda narkotike rezultoi se ishte fshehur në veshjet personale të burgosurve. Pas aksionit në burg, autoritetet kanë nisur procedim penal në gjendje të lirë për shefin e policisë të burgut të Fierit, Ardian Hysi, kreun e regjimit të brendshëm Ndriçim Hasa, një specialist policie dhe 3 kontrollor për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Po ashtu hetimet e autoriteteve kanë zbuluar se sendet e paligjshme futeshin në qelitë e burgut nga persona të lidhur me një të paraburgosur dhe një të burgosur të dënuar me 12 vite për vrasje. Ndaj tyre, prokuroria e Fierit ka shtuar edhe veprat penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve dhe futjes dhe mbajtjes së sendeve të ndaluara në burg. Mjekë dermatolog bëjnë thirrje për kontroll të vazhdueshëm të nishaneve në lëkurë, pasi kanceri i lëkurës mbetet forma më e përhapur e kancerit. Sipas specialistëve, diagnostikimi në kohë rrit ndjeshëm mundësinë e trajtimit me sukses, ndërsa personat me histori familjare duhet të tregojnë kujdes të shtuar. Nëse keni nishane në lëkurë, mos i neglizhoni ato, pasi kanceri i lëkurës është forma më e shpeshtë e kancerit. Por nëse kapet në kohë, trajtohet me sukses. Mjekja dermatologe doktoresha Riona Sheu tregon se kur duhet të shkojmë tek mjeku. Duhet ta monitorojnë për çfarë ndodh në lëkurën e tyre. Dhe kjo nis që me nishanet e para apo shenjat e para që ata mund të shohin. Pikërisht për këtë ne përdorim termin body mapping apo hartëzim i trupit. Njohim vendodhjen e nishaneve, kemi një informacion mbi numrin e tyreve, e ndjekim në vazhdimsi, në dinamik, këto lloj ndryshimesh që mund të jenë si në daljen e nishaneve të reja, por edhe në ndryshimin e nishaneve ekzistuese. Sipas mjekes dermatologe Sheu, risku i kancerit të lëkurës nis që në vogëli. Përveç djegjeve të pjesëve të ekspozuara në diell, nishanet janë një sinjal kur dalin në zona të tjera. Është një patologji e rëndë dhe melanoma konsiderohet ndër kanceret më agresive të lëkurës, duke qenë se ka këtë lloj agresiviteti, i cili patjetër kur diagnostikohet shoqërohet me procedura të gjata si diagnostikuese ashtu dhe terapeutike, kjo e vështirëson akoma më shumë përballjen me melanomën. Ndonse më e rrallë, por melanoma është kanceri më i rrezikshëm i lëkurës, e cila shfaqet në moshën 30 deri në 60 vjeç. Por nuk duhet të neglizhojmë me mendimin që nuk ekspozohen në diell pjesët të cilat vërtet janë më pak të ekspozuara, siç janë pllëmbët e duarve, shputa e këmbëve, zona anogjenitale dhe qellza në gojën tonë. Të gjitha këto zona, kur bëjnë shfaqje të reja elementesh, pra kur ne shohim ato nishanet siç do i perifrazonim, janë zona të cilat duhen mbajtur në vëmendje. Edhe nëse një individ lind me të tilla nishane në këto zona që unë përmenda, apo shikon ndryshime në këto zona, patjetër duhet të referohet tek dermatologu për të bërë një vlerësim të tyre. Kanceri ndodh kur qelizat e lëkurës rriten ose shumohen në mënyrë të pakontrolluar dhe të parregullt. Ata të cilët kanë një histori familjare me kancer të lëkurës duhet të tregojnë kujdes të shtuar në monitorimin e tyre.
Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje me Iranin që përfshin edhe hapjen e ngushticës së Hormuzit. Trump tha se detajet e dakordësisë mes palëve do të shpallen së shpejti. Më herët edhe Teherani pranoi se ka përparim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se një marrëveshje midis Washingtonit dhe Teheranit është negociuar kryesisht dhe detajet do të shpallen së shpejti. Në një postim në Truth Social, kreu i Shtëpisë së Bardhë thekson se marrëveshja do të përfshijë edhe hapjen e ngushticës së Hormuzit, por nuk dha detaje të mëtejshme. Presidenti Trump tha se pati një bisedë shumë të mirë me udhëheqësit e Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe të tjerëve në lidhje me një memorandum mirëkuptimi që lidhet me paqen. Një marrëveshje është negociuar kryesisht në varësi të finalizimit midis Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike të Iranit e vendeve të tjera të ndryshme siç janë listuar. Aspektet dhe detajet përfundimtare të marrëveshjes po diskutohen aktualisht dhe do të shpallen së shpejti. Përveç shumë elementeve të tjerë të marrëveshjes do të hapet edhe ngushtica e Hormuzit. Ai tha gjithashtu se pati një telefonat të shtunën me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, e cila sipas tij shkoi shumë mirë. Presidenti nuk ka dhënë detaje të mëtejshme mbi draftin, por ka këmbgulur se çdo marrëveshje do të pengonte absolutisht Iranin të pajiset me armë bërthamore. Më herët edhe pala iraniane dha sinjale pozitive për negociata. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane i tha televizionit shtetëror të shtunën se shëndrimet e SHBA-s dhe Iranit kishin qenë duke u afruar gjatë javës së fundit. Pas skandalit me manipulimin e mbi 242.000 votave në zgjedhjet e fundit parlamentare, Kosova po hyn në një tjetër proces zgjedhor me rregulla të reja për numërimin e votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shtuar mekanizmat e kontrollit dhe parashikon rinumërimin e 10% të vendvotimeve për të rritur besimin në proces. Mbi 242.000 vota të qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit u manipuluan nga komisionerët komunal, dukuri kjo që komprometoi gjithë procesin e numërimit të votave. Derisa po kryhen akoma hetime, Kosova po përgatitet edhe për një proces tjetër zgjedhor që zhvillohet më 7 qershor. Për të evituar përsëritjen e një manipulimi të tillë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndryshuar rregulloren me të cilën shtohet kontrolli në qendrat komunale të numërimit. Me qëllim të shtimit të kontrollit ndaj procesit të numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe në mënyrë që të shtohet besueshmëria e qytetarëve në procesin zgjedhor, KQZ ka parë të udhës që të vendosë këtë mekanizëm kontrollit të procesit të numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe të subjekteve politike. Sipas këtij ndryshimi, do të rinumërohen 10% e vendvotimeve në nivel vendi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paraparë rinumërimin deri në 10% të vendvotimeve, të cilat paraprakisht numërohen në qendrat komunale të numërimit. Ky rinumërim do të bëhet në qendrat e numërimit dhe të rezultateve. Së paku 700 persona u intervistuan për manipulim me votat nga zgjedhjet e shkuara, ndërkohë që vetëm 4 janë të akuzuar për falsifikim të rezultatit zgjedhor. Megjithatë, ekziston rreziku që të njëjtët persona që janë përfshirë në këtë manipulim të mund të angazhohen në procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të ardhshme. Kjo vjen për shkak se rregulloria e re nuk u ndalon përfshirje në proces personave që janë nën hetime, por vetëm atyre që janë të dënuar me vendim të formës së prerë në 3 vjetët e fundit. Brenda një viti e gjysmë, Kosova më 7 qershor mban procesin e tretë të zgjedhjeve parlamentare. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO reaguan pas njoftimit në Kosovë për krimin e xhandarmërisë. Ndërkombëtarët kërkuan që plani të jetë në përputhje me zotimet për ruajtjen e paqes. Shtetet e Bashkuara presin që plani i qeverisë në detyrë të Kosovës për themelimin e xhandarmërisë të jetë në përputhje me zotimet e saj për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë, i cili shtoi se po monitorojnë njoftimet e fundit sa i përket propozimit për krijimin e një force xhandarmërie në Kosovë. Më 19 maj, ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, njoftoi se janë ndërmarrë hapat e parë drejt themelimit të xhandarmërisë së Kosovës. Sipas tij, kjo forcë do të ketë mision të qartë për ruajtjen e kufive, integritetit dhe sovranitetit territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Ndërkaq nga NATO, e cila që nga viti 1999 ka misionin e saj paqëruajtës në Kosovë,
KFOR i than radios Evropa e Lirë se po vëzhgojnë nga afër deklarimet e institucioneve në Kosovë për këtë çështje. U përket atyre që të komentojnë për më shumë detaje, tha një zyrtar i NATO-s. Zyrtari i NATO-s tha se Aleanca vazhdon të bashkëpunojë me të gjitha organizatat e sigurisë në Kosovë dhe të jap kontribut për siguri të qëndrueshme për të gjithë. Ne presim që organizatat e sigurisë në Kosovë të vazhdojnë të kenë qasje bashkëpunuese, duke u koordinuar me KFOR-in për të kontribuar në sigurinë në Kosovë dhe stabilitetin rajonal, në të mirë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, tha zyrtari i NATO-s. Ndërkaq nga ambasada gjermane në Prishtinë, thanë për Radion Evropa e Lirë se do të përmbahen nga komentimi për këtë çështje. Gjandarmeria është një forcë e sigurisë që ka karakter ushtarak dhe kryen detyra policore. Në disa shtete mund të jetë pjesë e Ministrisë së Brendshme, në të tjera pjesë e forcave të armatosura. Shumë shtete kanë gjandarmerinë e tyre, përfshirë dhe fqinji verior i Kosovës, Serbia. Gjandarmeria e së cilës funksionon në kuadër të policisë. Mira studentë dhe qytetarë ju rikthyen protestave masive në Serbi duke kërkuar zgjedhje të reja parlamentare. Protesta e së shtunës në Beograd u shoqërua me përplasje të dhunshme me polici. Rikthehen protestat e dhunshme në Serbi. Mira studentë dhe qytetarë u mblodhën këtë të shtunë në qendër të Beogradit duke kërkuar zgjedhje të reja parlamentare. Protesta në kryeqytetin serb zgjati për disa orë dhe u shoqërua me tensione të forta, përplasje të dhunshme dhe kaos. Nën sloganin "Studentët fitojnë", protestuesit u mblodhen në sheshin Slavia Square, një nga pikat kryesore të protestave në kryeqytetin serb gjatë muajve të fundit. Gjatë tubimit u hodhën gur dhe sende të tjera drejt policisë. Protestuesit rrëzuan gardin e vendosur pranë presidencës dhe hodhën një numër të madh mjetesh piroteknike drejt policisë. Protestat e studentëve në Serbi kanë nisur që pas shembjes tragjike të stacionit hekurëdhor në Novi Sad në nëntor 2024, që la pas disa të vdekur. Lëvizja ka nxitur demonstrata masive si ajo e marsit 2025 me rreth 300.000 pjesëmarrës. Studentët të cilët morën pjesë në protest thanë se shpresojnë që tubimi së shtunës të rikthejë vrullin e lëvizjes dhe të shtyjë presidentin Aleksandar Vučić të shpallë zgjedhje të parakohshme. Egnatia triumfoi ndaj Vllaznisë duke hedhur një hap vendimtar drejt titullit kampiot në Abisnet Superiore. Të besuarit e Nevil Dedës arritën që të sigurojnë 3 pikë etike duke mbyllur sfidën e dytë të Final Four me fitoren 2-1. Dhe ishin këto lajmet në Top Channel, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim bashkë.